A ekziston drejtësia nëse ajo fshihet? Court officer, please bring us into private session. Private session. Move to private session. Private session. Private session. Private session. Private session. Private session. Please, private session. Në Hagë, në sallën e këtij objekti, procesi gjyqësor kundër krejve të ushtrisë shqiptare të Kosovës u zhvillua pothuajse në fshehtësi, duke shkelur kështu brutalisht të drejtat e njeriut dhe konventat ndërkombëtare. Dokumentet e redaktuara për mbrojtjen dhe seancat e mbyllura për publikun janë simbol i dukshëm i një procesi politik për ta kontrolluar maksimalisht narrativen dhe për ta evituar sa më shumë kontrollin demokratik. Në dhomat e specializuara të Kosovës, prokuroria ka paraqitur 263 dëshmitarë. Prej tyre, 138 janë dëshmi të dorëzuara me shkrim, për të cilat publiku nuk di absolutisht asgjë, ndërsa rreth 70 të tjerë janë paraqitur në seanca të mbyllura. Vetëm rreth 50 dëshmitarë kanë qenë të hapur për publikun. Me rreth 80% të dëshmive në seanca dhe me shkrim të mbajtura fshet, gjykata speciale pa mbikëqyrje në askujt ka pasur lirinë të veprojë pa vëmendjen e opinionit dhe ta shmang debatin publik për kredibilitetin e këtij procesi gjyqësor. Imagjinojeni ditën kur do shpallën vendimin për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin e Recep Selimin, ose një situatë hipotetike kur ata edhe dënohen. Qytetarët e Kosovës nuk do ta dinë pse u dënuan luftëtarët e lirisë dhe udhëheqësit e shtetit të tyre, sepse me mbylljen e seancave u përjashtuan nga mundësia për ta kuptuar vërtetësinë e provave, besueshmërinë e dëshmitarëve, metodat e prokurorëve, pozicionimin e gjyqtarëve dhe argumentet e ekipeve mbrojtëse. How on earth you're going to write a judgment that's meaningful about the evidence that's been heard in closed session? And the question is how you're going to issue a public judgment with all these redactions. Ky është një proces gjyqësor që ja përplasi dyert publikut dhe kjo është një gjykatë që ja shkelmoi parimet universale të drejtësisë. Çdo i akuzuar kudo në botë e ka të garantuar të drejtën për një gjykim të hapur. Deklarata universale për të drejtat e njeriut në nenin 10 dhe Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut në nenin 6 e garantojnë qartë të drejtën për një gjykim publik. Në gjykimin ndaj krejve të UÇK-s, kjo drejtë nuk u garantua. Mbyllja mori për masat që të i kalojnë çdo arsyetym të pranueshëm. Për këtë, ishte i vetëdijshëm edhe kryetari i panelit të gjykatësve Charles Smith. We need to maximize portions of the evidence being heard in public session. Por kjo deklaratë e tij, edhe në fillim të procesit, tashmë kur seancat gjyqësore kanë marrë fund, qartësisht kuptohet se ishte vetëm një farsë e tij, njësoj siç ishte krejt rrugtimi i gjykatës speciale, një farsë. Procesi kundër krejve të UÇK-s në Hagë konsiderohet si gjykim politik. E gjykimet politike me seanca të mbyllura janë një fenomen i njohur sidomos në shtete autoritare ose gjysmë autoritare. Shembuj nga historia na tregojnë se në këto raste të gjykime politike vendimi është marrë para se të fillojë procesi. I njëjti rrëfim është edhe me gjykatën speciale. Veç kujtojeni pak deklaratën skandaloze të ish prokurorit Jack Smith para diplomatëve të Bashkimit Evropian, kur vetëm një muaj pas arrestimit të krejve të UÇK-s, tha se ato do të dënohen me burgim të përjetshëm. Por pse u mbyll kaq shumë gjykata speciale? A u fryksua që shfaqja e një gjykimi të hapur mund të tregonte dobësi të provave dhe egzagerim të lëndës dhe rrjedhimisht zgjodhi mbylljen për ta shmangur ballafaqimin me publikun, mediat e organizatat ndërkombëtare, të cilat do të mund të vinin në pikpyetje drejtësinë e kësaj gjykate. Me këtë avantazh total, dhomat e specializuara në Hagë rriten rrezikun për manipulim të procesit. Drejtësia e fshet, siç dihet, çon në padrejtësi të fshet. Dhe kjo po shihet hapur.